Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju mbrëmsorën e të njëjtës java 2 e Pashkës, psalmet të marra nga java 2 e Psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark qengjit para folës të bardhe me rob shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi i tij krejt i shenjt, në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruan nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vrau pa faj, që për ne flijoi trupin me pastërti të ndrome. O flije denjë dhe e qeltër nga e cila u shen feri, turma rëbruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vë ndër pranga dhe hap dyert e parajsës. Për herë ti rrofsh ndërmendje o Krisht gëzimi i pashkve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus, ty të qoft lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashk me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Krishti është gjyqtari të gjallëve dhe i të vdekurve, i ka vendosur hyji gjithë pushtetshëm. Psalmi 72, pushteti i Mesis, pjesa e parë. O hyj jepja mbreti gjyqin tënd, dhe drejtsin tënde birit të mbretit, që të gjykoj popullin tënd me drejtësi. E skamnorve, të tu jap të drejtën. Malet let i sjellin paqen popullit, e kodrat drejtsin. Ai do t'i gjykoj të vobektet e popullit, do t'i shpëtoj bitë e skamnorit, do t'a përull shpifsin. Ai do të jetoj sa dielli e hëna, nga breznia në brezni. Do të zbres por si vesa mbi bar, por si shiu që e lag tokën. Në ditët e tij do të lulëzoj drejtësia dhe paqe e madhe derisa të jetë hëna. Do të sundoj prej detit në det, prej lumit e deri në skajin e botës. Para ti do të bien përmbys banorët e shkretëtirës, kundërshtarët e ti do të lëpin dheun. Mbretrit e Tarsisit edhe të ishujve, dhurata do të sjellin. Mbretrit e arabëve e të Sabës do të lajnë të djetat, të gjithë mbretrit para ti përmbys do të bien, e popujt mbar do t'i shërbejnë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Krishti është gjyqtari i të gjallëve dhe i të vdekurve, e ka vendosur hyji i gjithë pushtetshëm. Antifona e dytë. Në të do të bekohen të gjithë popujt e tokës. Aleluja. Psalmi 72, mbretëria e paqes dhe e bekimit, pjesa e dytë. Ai do ta shpëtoj skamnorin që fshan, të varfrin që nuk kanë ndihmtar. Mëshirë do ketë për të mjerin e të vobektin, dhe skamnorve do ta shpëtoj jetën. do t'i shpëtoj prej padrejtësisë e dhunës, gjaku i tyre do t'jetë i çmueshëm para ti. Do t'jetoj e do t'jepet prej arit të Arabisë, gjithmonë do të luten për të. Gjithë ditën do t'a bekojnë. Toka do t'i jap drithra me shumicë, në maja të maleve do të valeviten kallëzit, por si Libani frytet e tokës.
do të lullzojnë, por si bari i tokës banorët e qytetit. Qoftë bekuar emri i tij në shekuj, sa të jetë dielli mos ju harroft emri. Në për të do të bekohen të gjitha fiset e dheut. Të gjithë paganët të lumtur do ta quajnë. Qoftë bekuar Zoti Hy i Izraelit, që i vetmi bën mrekulli. Qoftë bekuar emri i tij i madhërueshëm, toka mbaru mbusht me lavdinë e tij. Amen, amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në të do të bekohen të gjithë popujt e tokës. Aleluja. Antifona e tretë. Krishti dje, sot dhe përgjithmonë. Aleluja. Kënga krahasuar nga libri i Zbulesës, kapitulli 11, rreshta 17-18 e kapitulli 12, rreshta 10b deri në 12a. Gjyqi i Zotit. O të falenderojmë o Zotri, Hy i gjithë pushtetshëm, ty që je, ty që ishe, sepse ushtrove fuqinë tënde të madhe dhe e more mbretërimin. Paganët u hidhruan, por arriti zemrimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit. Koha e shpërblimit për shërbëtorët e tu, profetët dhe shenjtrit, dhe për të gjithë ata që e druan emrin tënd, për të vegjël e të mëdhenj. Ja tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mbretërisë së hyjit ton, dhe sundimit të Krishtit të tij. Sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tan, që ditë e natë i padiste para hyjit ton. Por ata e mundën në fuqi të gjakut të qengjit dhe në saje të dëshmisë së vet. Nuk e deshen jetën e vet, aq sa të dronin vdekjen. Prandaj galdo o qiell, galdoni edhe ju o qiellor të gjithë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Krishti dje, sot dhe përgjithmonë. Aleluja. Leximi i shkurtër nga letra e 2 e Korintasve, kapitulli 4, rreshta 13-14. E pasi kemi të njëjtin shpirt feje, sikurse është në shkrim shenjt. Besova, prandaj edhe fola, edhe ne besojmë, prandaj edhe flasim, sepse e dim se ai që ngjalli Jezusin Zot, edhe ne do të na ngjall bashkë me Jezusin, dhe do të na vër bashkë me ju pranë vetës. Përgjigje e shkurtër. Krishti është i gjallë në saje të pushtetit të hyjit. Aleluja, aleluja. Krishti është i gjallë në saje të pushtetit të hyjit. Aleluja, aleluja. Për ne u përul deri në vdekje në kryq. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Krishti është i gjallë në saje të pushtetit të hyjit. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Kush beson në Birin ka jetën e pasosur. Aleluja. Kënga Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej i brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Me të mirë e mbushi ata që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë.
I ndihmo Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasarseve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Kush beson në Birin, ka jetën e pasosur. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Të bashkuar me gëzim vllazërar të thrasim Krishtin e ngjallur, të vendosen gati si fillim dhe themel i shpresës sonë. O mbret i lavdis, na dëgjo. O Zot Jezu, që me gjakun tënd dhe me të ngjallurit tënd hyre një herë përgjithmonë në shejtraren qiellare. Na drejto me ty në lavdinë e Atit. O mbret i lavdis, na dëgjo. E forcove fenë e apostujve dhe e vendose dërgimin e tyre me anë të dëshmisë së shpirtit tënd. Bëj që i peshkvinjt dhe meshtarët të jenë predikues të gjallë të fjalës sate. O mbret i lavdis, na dëgjo. Ti je për të gjithë bërim, pajtimi dhe paqeje. Bëj që të krishterët të bashkohen me bashkimin e fesë dhe të dashurisë. O mbret i lavdis, na dëgjo. Me anë të fesë në të ngjallur i ripërtrive shëndetin të paralizuarit në derë të tempullit. Hidhe shikimin tënd mbi të sëmurët tanë dhe tregoje mbi ta lavdinë tënde. O mbret i lavdis, na dëgjo. Ti je fryti i parë i vdekjes që jep jetë dhe i ringjalljes. Pranoj në dritën tënde të pavdekshme ata të cilët shpresuan në ty. O mbret i lavdis, na dëgjo. Aty që je në qiell u shejtrofte emri të art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj i gjithë pushtetshëm, bëj të shohim se si gjatë krejt jetës sonë, rriten e shtohen hiret që na jep koha e pashkëve. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, Birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë, hyj për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutem së bashku me ju mbrëmsaren, vazhdoni që ndroni me programet Një Zë i Krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.